Në tilla raste dhe sociologët thonë, studiosit e sociologjisë thonë, asnjëherë nuk kanë ardhur zgjidhje të mira, afatgjate, stabile, një minutë mbaroj, kur ti beson zgjidhjen me një Deux mashina. Kështu që prap jam dakord me ty, por një gjë. Ja një sekond të mbaroj. Prap spaku, nëse do themi arrestoj 100, 200. Nëse ti nuk gje mekanizmat e ndërgjegjësimit të kësaj shoqërie, sepse edhe ai tjetri që do të vi prap do të vjedhë. Pse do të vjedhë? Do të vjedhë sepse, ore, po thotë do të bëj 1 vjet, 2 vjet burg, miliona dollare kam jetën e siguruar. Ajo që po them unë kështu është, pra, ndërhyrja nga anën tjetër unë them këtë, a do të merren lekët se ky ndëshkimi se ka ndodh, po ndodh. Që i kanë dëshku, kanë boj vjet, kanë dalë 6 muaj lekët i kanë e shihin jetën për bukuri. Edhe fillo krijohet kjo kulturë tash i gjë njerëzit tonë. Apo kështu tash kjo thuhet për ditë. Ore, po i bëj dhe unë 1 vjet, 2 vjet burg për gjithë parë për 50 milion dollar. Po s'është i vjetë se Erion Velia rrezikohet 2 më deri në 15. Po ç'kemë se pas ke kap me Erion. Po mor një rast për gjithë me vëlla ti ke. Se ke dalë protestë aty. Ky tjetri. Lene më çe ke kap me Erion. Ky ka bë 4, sa ka bë deri tash. Po 4. Kështu që dhe rrezikohet bëhet 2-3 tjera se do i shtohet prapë për atë. Por tash bë 5-6 vjet nuk kam parë. Po mirë më ore pas dhe dyta ka dhënë gjë tjetër. Që pikë parë herë ta heqim Hajdutin nga vendi vjedhjes. Pastaj sigurisht që po ja morën parët akoma më mirë. Po problemi është se varet ai se gjë ku i kam çef këta, se këta i kam çef nëpër offshore, nëpër gjona me proxy se këta janë ustallar, jo vetëm me vjedhët, po edhe me çef, se Hajduti mirë nuk është thjesht ai që di me vjedhë, është ai që di me çef. Kështu që këta për çef me gjë parasysh ti janë ca për këtyre që thonë vetëm i shpikom thotë, nuk ka asgjë. Se si ka asgjë në emër